Lavdi dhe falëndrimi është për Allahun Azza wa Jall, i cili është Zoti i vetëm që meriton lavdatat, ibadetet dhe lutjet tona. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, të cilin e besojmë se është profeti i fundit, mëshira e njerëzimit i dërguar për mbar njerëzimin dhe gjithësinë. Allahu i lartësuar na këshillon në Kur'an me fjalën e tij: "O ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si meriton ai, dhe asesi mos vdesni ndryshe vetë se me iman." Të dashur vëllezër, kur Allahu Gjeleshanu ja mor shpirtin pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe transferoi te vetja ati, sahabët u shokuan me vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, për arsye se e donin shumë, ju dhimbë pse tejmase dhe nuk mund ta paramendonin për shkak të dashnisë që kishin ndaj tij jetën pa ta, s'mund ta paramendonin. Prej më të zhurmshmeve në këtë çështje apo në këtë situatë ishte Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, i cili pa një pa dy nuk pranonte me shku me pa pejgamberin alayhi salatu wasalam të shtrirë, të vdekur. Nuk do kemi u pajtu me këtë realitet, edhe nxurr shpatën, edhe ashpërsinë e tij e dini, thoshte kush ka thonë apo kush thot që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, ka me myt. Ka punë me mua. Sahabët qëndronin të mërzitur, por nuk ballafaqoheshin me ta. Këtë rast Ebu Bekri nuk pat qëllu në shpe. Ka pas një kopsht në periferit Medinës, 2-3 kilometër larg. I shkoi lajmi për vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, erdhi aty, hyni në dhomë, e shikoi, e puthin ball, edhe i tha: "Ka ardhe era mirë për zgjalli, vjen era mirë për zdekni." Pastaj dul në xhami edhe thirrri: "O ju njerëz." Aty ishte edhe Omeri me shpatën e nxehur, por Allahu Gjeleshanu kishte vendosur që Ebu Bekri me pas një status të veçantë. Edhe para Ebu Bekrit mu porul, mu nënshtru të gjithë. Tha një fjalë madhështore që nuk bën me harru, ka të bëjmë me besimin. Besimin me vendosjen e gjërave në vendin e vetë, në mënyrë të saktë. Tha: "Kush e ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se ka adhuru Zotin, e ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, le ta di se sot ka vdek Muhammedi alaihi salatu wasalam. Kush e ka adhuru Allahun, edhe kur u kon gjallë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e ka adhuru Zotin, fa le ta di se Zoti është i pavdekshëm, kur nuk vdes, Muhammedi ka vdek sallallahu alaihi wasallam." Shkoj. Mi dhon me kuptu njerëzve, zemrat mos i lidhni me individ, me kohë të caktuara, me situata të caktuara, por veç me Zotin. Po, rrethanat të bëjnë ka herë muni ma mirë, të bëjnë ka herë me marrë vullnet ma shumë, mu fuqizu ma tepër, mi gra ma tepër, mi përvjel krejt ma shumë, situatët. Por gjithsesi, Zoti Gjeleshanuhu është vazhdon të jetë edhe nëse ka vdek Muhamedi alayhi salatu wasalam. Pastaj lexojnë jetë kuranor ku përmendet vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Zoti ka thonë: "Nëse vdes Muhamedi alayhi salatu wasalam, apo vritet, edhe pejgamberët i kanë myt, ju kanë bërë tentat, ju a mos do të ktheheni në mosbesimin e moqëm?" Thot Omeri mra shpata pe dorës, thot sikur mu dok se me pasni për herë të parë këtë ajet vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë. E kuptum që të historik, mesazhi i kësaj ngjarje është që qysh do që sillet puna, pa marrë parasysh sa kemi motivues të jashtëm, sebepe, na prap vazhdojmë të adhurojmë Allahun Gjeleshanuhu, sepse në zemrat i kemi të lidhur me Zotin. Zoti ynë është në 12 muajt e vitit, Zoti ynë është ke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo jo. Zoti ynë është e patëm babën gjallë ose hoxhën gjallë që kena mësu prej tij dhe na ka motivu. Qysh do që ndodh situata, jemi në pasuri, na adhurojmë Zotin, jemi në varfëri, adhurojmë Zotin, jemi në paqe, adhurojmë Zotin, jemi në telashe, në luftë, në problem, adhurojmë Zotin. Por me çka po du me lidhun? Me dy këshilla, hutbja sotit e ka dy mesazhe, sepse është hutbja parë mas Ramazanit, që du të me kujtu vetveten. Na e kthejmë këtë fjalë të Ebu Bekrit duke thonë: "Në Ramazan e kemi adhuru Allahun."
Jemi mundu gjithë se cili sa ma shumë. Por, themi, kush e ka adhuru Ramazanin, Ramazani shkoj. Ama kush e ka adhuru Zotin në Ramazan, le ta di se Zoti Ramazanit është edhe 11 muaj, Zoti i gjithësisë. Që ato ibadete që i kemi bën për Allah në Ramazan, ti bëjmë edhe mas Ramazanit. Kush ka thonë, ka lezet ibadeti në Ramazan, ne i themi ka lezet ibadeti edhe mas Ramazanit. Vesh një gjë në Ramazan është. Ka motiv ma shumë, ka sevap pak ma ekstra. Zoti kalon që ashtu. Lidhen shejtanat, por nuk do më thonë që s'ka sevap edhe së është obligim namazi mas Ramazanit. Pra kjo është këshilla e parë. Qysh do që sillen sanët? Çka do që të ndodh me ty? Në çfarë do situate që ti t'jesh, që shnohesh edhe të smut, ti nuk guxon me harru Allahun xhelleshanu me ibadet. Po, i ke momentet e vështira, momentet ma pak motivuese, edhe i ke momentet ma të forta tuat. Por gjithsesi ti duhesh më kon mrena ibadeteve. Mos harro Zotin kurrë. Dhe një tërheqje e vërejtjes, na si në Ramazan që po motivohemi shumë, e masani na pelshojmë frontin, na të njëjtin probleme kemi edhe në situata të caktuara tjera, se na po e vrejmë këta. Kur jemi në rast të vdekjes në familje, kthehemi ka Zoti. Çaj person një javë përpara ose një muaj mrapa, mos thon një javë mrapa, mos i ndodh pi des baba, i ka dek baba, i fal 5 vakte ja deri në 7-ën, ja 5-6 ditë. Me hoxhën shkon në xhami. Tamam e kryen 7-ën, ti çuditesh. Mas 10 ditë, 2 javë, se ka dhe raste të tilla, e bën ndarsmën me të gjitha haramet e mundshme. Çat shpejt çat shpejt. Çat shpejt. S'po ta mas 2 muaje, mas 2 javë. Me të gjitha haramet e mundshme, a është çaj? A ka harruaj se çaj Zot, që ato ditë kur i ka dek baba që e bojnë ke ibadet, është çaj Zot edhe ndarsën. Pse na veç me adhuru Allahun veç në Ramazan? Pse me adhuru Zotin veç kur kemi një fatkeqësi? Veç kur na ka dek dikush? Veç kur jemi smut? Kujdes vllazni. Kjo këshilla e parë. Zoti Ramazanit vazhdon të jetë i pavdekshëm deri sa ti të jesh gjallë, se Zoti kur nuk vdes. Kur mos gabon me e harru Allahun. I ke momentet tua të forta dhe të dobta, kur ke motiv ose kur pak likshtosh, ama nuk guxon ti me harru Allahun. Domethënë, këtë ta kem parasysh si këshillë. Dhe dyta, mas Ramazanit, mos u kthen në njëjtën gjendje që shikon para Ramazanit. Bën me ra pak niveli i adhurimit, se Ramazani e ka një status të veçantë, por nuk guxon me ra në atë pikë që shikon para Ramazanit. Jekon para Ramazanit 10% në ibadete, pa marr me parafru muhabetin, je bon 70% në Ramazan, o ngrit imani, mas Ramazanit s'ban më kthy në qatë 10% që në shikon para. Ban 15, 17%, 20%, ama detyrimisht mundo menet ma mirë se sa që e kon para Ramazanit. E kështu çdo vjet, 20 vjet, 30, 40, 50, sa të ka dhënë Allah ymër, ti çdo vjet të shku nivelin të ngriti. Ke lexu ka 2 faqe para Ramazanit, mos u kthapet veç 2 faqe Kur'an mi lexu, bile 3. Deri në mat. E në mat, mas Ramazanit tjetër, nëse Allah ka dhënë ymër ty edhe mua dhe muslimanëve, i vazhdoni bën 4. Pra mos prano më u kthy në të njëjtën pikë që e kanë, sepse çdo vjet neve i kem 2 sene. Allahu ka thonë Kur'an, besimtari ose përparan ose shkon mrapa. Nuk ka thonë rrin vend. Pse s'ka thonë rrin? Imma yataqaddama wa yata'akhkhar, shkon para ose mrapa, sepse nëse shkon para do të shkon me ibadete. Veç shkon të i shtu adhurimet, i ka fal një vakt, i ka shtu 2, i ka bë 5. Në të i fal 5 e shta na file namaz. Ka lexu 2 faqe, tash i lexon 4. Shkon përpara. Po pse s'po rikan vend? Unë jam ty lexu ka 2 faqe Kur'an tan jetën. Unë jam në vend tonë aty jo. Ti pi lexon 2 faqe. Por në anën tjetër, ulemat kanë thonë, ymri janë të ec. Ti je të harxhu. Ti si jetu në vend. Prandaj shfrytëzoje sa më shumë jetën tënde. Ti je i përbën prej minutave, prej sekondave, prej ditëve, muajve dhe viteve. Që shikon, vitin e kalum nuk je një vjet më i vjetër.
Prandaj nuk rrin njeriu në një vend. Shfrytëzoje sa më shumë adhurime, nëse rrin çat vend apo kthehesh ku e kanë, dije se ymri ashtu harxhu e ti si je të përparu. Prandaj të dashur vëllezër, mos është pyetja e parë, mas ti mujt bekum, këto dy gjëra, mos të adhurojmë Allahun veç në Ramazan. Të mundohemi ta dimë që ai është edhe Zoti 11 muajve tjerë. Edhe e dyta, mos u ktheni kujnikon në të njëjtin nivel si para mujt bekum të agjerimit. Por gjithsesi mundoheni me nejt pak më lart se sa që jeni kon vitin e kaluar. Lusë Allah në gjallë që të na forcoj, na i qelë syt, na bëj të vetëdijshëm, na bëj të ndërgjetshëm kërshi Allahu Azza wa Jall. Lusë Allahun që na i pranoj ato ibadete që i kemë bërë dhe të na forcoj edhe në vazhdimsi. Zoti na dha shtymër që me pritet Ramazane tjera. Ata që Allahu i ka marrë te veti ati, e lut Zotin që t'i kaploj me rahmetin, mirësit edhe xhenetin e tij. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.